Jemi në një moment kur ajo që po ndodh me shumë kënd që nuk del në atë protest, apo që nuk e mbështet atë protest për në një partit vjetër, të re, apo ende në bark të bulevardit, faktikisht po ndjen se këlldi, po ndjen mërzi, po ndjen maras me ne. Dhe kjo është gjëja që ne duhet na interesoj më shumë nga të gjitha. Prandaj dhe do duhet që procesin e mëtejshëm të zgjedhjen parti ta shoqërojmë me një proces reflektimi, jo ne me veten, por bashkarisht, me ata njerëz të mirë të arsyeshëm që ndjehen në sintoni me nevojën për protest, por që kanë nevojë të udhëhiqen dhe kanë nevojë të shohin perspektivën e qartë, të cilën me vete e ka vetëm Partia Socialiste e Shqipërisë. Nga ana tjetër duhet bëjmë çmos që gjithë kjo familje dhe sa më shumë shqiptar jashtë perimetrit të kësaj familje të kuptojnë dhe diçka tjetër. Që kjo që po ndodh nuk është thjesht vetëm ajo që duket, por shumë më delikate dhe më e rëndësishme për të nesërmen. Se sa një investim në Zvërnec, apo se sa kërkesa dhe protestuesve, pa llogaritur pastaj ufet, bufet dhe dufet. E një kategori e ropsh që janë shfaqur, rishfaqur në dhe rreth bulevardit, dhe që kujtojnë se u bë deti Kos, një si grup karnavalesh, lloj-lloj emrash, të dëgjuar për lloj-lloj arsyesh, nga të gjitha rrugët e jetës, e patjetër dhe nga rruga e politikës, brez pas brezi pas brezi, të cilët kanë dalë si këpurat pas shiut, të ngushëllojnë hallet e tyre, të ngushëllojnë dështimet e tyre, të ngushëllojnë paaftësitë e tyre, dhe fundja fundit të ngushëllojnë edhe pamundësinë e tyre për të dhënë diçka më shumë, duke i treguar Shqipërisë gjoksin, i keni parë, gjoksin e gatishmërisë për një sprov të re. Kjo është shumë më e ngatruar se kaq. Ky është investimi më i madh që i ka ardhur si mundësi Shqipërisë në historinë e saj. Dhe ky është një investim të cilin Shqipëria nuk e ka luksin kurse si ta refuzoj. Natyrisht që për këtë investim ka vend për debat, ka vend për kundërshtim, ka vend për shumë kujdes dhe për vigjilencë. Kjo është e drejtë, kjo është e shëndetshme, kjo është demokratike. Por ajo që nuk është e drejtë, që është e patolerueshme, është që sa herë që guxojmë të ndërrojmë fort, sa herë guxojmë të kemi ambicien për një ide më të madhe se sa ato të përditshmet, menjëherë përballemi me shpalljen e tyre krim përpara se sa ato të marrin formë. Çdo investim, çdo projekt, çdo vepër dënohet përpara se sa deri të projektohet, vetëm sa thuhet, vetëm sa shfaqet, vetëm sa artikulohet. Çdo përpjekje për zhvillim konsiderohet automatikisht armike e natyrës. Por natyra nuk mbrohet duke ngrirë jetën. Natyra nuk mbrohet duke i lënë një vend varfër, as duke i kërkuar një vendi që ta pranojë varfrinë e vet si një arsye për ata që na thonë mbrojeni Vjosën, është lumi i fundit i egër i Europës dhe ndërkohë i kanë zbutur të gjithë lumejt e tyre. Natyra nuk mbrohet që peizazhi të mbetet i paprekur vetëm
nga mungesa e njerëzve. Sfida jonë, sfida e kohës, nuk është të zgjedhim mes natyrës dhe zhvillimit. Sfida jonë është të mësojmë si t'i bëjmë të dyja bashkë. Të mbrojmë natyrën duke krijuar mirëqenie. Të krijojmë mirëqenie duke respektuar natyrën. Të ndërtojmë pa shkatruar. Të zhvillojmë duke ruajtur dhe rigjeneruar. Të rrisim ekonominë duke rritur njëkohësisht përgjegjësinë ndaj mjedisit dhe trashëgimisë së natyrës dhe të historisë që ja kemi bërë çmive tanë. Sepse ne nuk jemi budallaj i lagjes.